Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar shikues, jemi me serin Fiton Ndershëm, ndërsa jemi me emisionin e radhës pronësimi i mallit të blerë, ose i produktit të blerë. Çfarë nënkuptojmë me pronësim, ose pranim dorëzim me thonë, ose në gjuhën e shariatit njihet me fjalën el qabd. Fillimisht, kur plotësohet kushtet e kontratës së shitblerjes, paraprakisht janë prezente të gjitha pjesët përbërëse ose shtyllat e aktit të kontratës, pastaj plotësohen edhe kushtet e shitblerjes dhe kontrata e shitblerjes e merr formën përfundimtare të saj. Mirë, a ka nevojë edhe diçka këtu? A mbetet edhe diçka mes shitësit edhe blerësit? Mbetet edhe diçka. Në esencë, blerësi në këtë rast, pas përfundimit kontratës dhe pasi që kontrata ta marr formën përfundimtare të saj, është pronar i mallit edhe i pasurisë që e ka ble. Mirë, po për me kalon pronësinë e tij ose për mu bë pranim dorëzimi, davon akoma nuk ka ndodhur. E kështu që vjen në pyetje rëndësia e kësaj teme, që është teje e rëndësishme, dhe si rrjedhoi e saj pastaj degëzohen edhe shumë çështje të tjera që kanë të bëjnë me qabdin ose me pranim dorëzimin. Kështu që pas përfundimit të kontratës, kemi pranim dorëzimin e mallit, kur duhet mu dorëzuaj, ose kur konsiderohet që është bë pranim dorëzimi dhe konsiderohet pronar i plot fuqishëm me kompetenca të plota që mundet me shitë dhe mundet me ble dhe mundet me bë gjithçka me pasurinë të cilën ose mallin të cilën e ka paguar. Çfarë është qabdi pra? Ose pranim dorëzimi ose pronësimi? Fillimisht, arabisht fjala qabd i thuhet kur kap diçka. Edhe shqipçen ka ofër, qabd kap. Edhe qabda i thënë dorës kur e bën grosht. I thënë qabda kur e mbledh. Ndërsa kjo fjalë pastaj është marrë për këtë mesele të fikut, për pranim dorëzimin ose pronësimin, për me tregu se kur e merr çet formë, edhe kur bëhet pranim dorëzimi, sikurse malli i blem ka hyrë në dorë të blerësit. Domthonë edhe ka hyrë në dorë të blerësit edhe është bën pronë e blerësit në këtë rast. Që nënkupton, sepse dietarët e hershëm të fuqahat e hershëm kanë dhënë definicione të ndryshme të qabdit ose të pranim dorëzimit varësisht prej formave të këtij pranim dorëzimi ose llojeve të artikullit edhe produktit që blehet, për arsye se kemi varësisht prej llojit të produktit është edhe pranim dorëzimi, sepse pranim dorëzimin ti mundesh me bën të gjërave që janë të lojshme, që bartën. Mirë, po gjërat e palojshme ose pasuritë e palojshme shqipon pranim dorëzimin. On qysh e merr për shembull shtëpinë ose parcelën edhe ja përcjell tjetrit. E duke i pas parasysh këto dallime të pranim dorëzimit, varësisht prej llojit të pasurisë që tregtohet me ta, për ata edhe dietarët kanë dhënë definicione të ndryshme, mirë po pothuajse definicionet e tyre kthehen tek diçka që mund quhet si emëruesi i përbashkët, e që i bashkon gjitha këto definicione, që është dorëzimi i mallit plotësisht dhe pranimi i pagesës. Mund që të parisillet pranim dorëzimi. Domethënë e dorëzon mallin, shitsin këtë rast e dorëzon mallin, edhe e vendos qoftë në dorë, qoftë në depo, qoftë në emër të blerësit, ndërsa blerësi e dorëzon pagesën për mallin, për artikullin, edhe këtu pastaj ndodh qabdi. Thënë ndryshe, pranim dorëzimi është kalimi i mallit të shitur nga dora dhe pronësia e shitësit tek dora dhe pronësia e blerësit me kompetenca të plota, që mundet me bo që ka do me ta, e bartë në prunën e vetë, e bartë në shtëpinë e vetë, e bartë në dorën e vetë, e bartë në emrin e vetë, dhe mundet është pronari plot fuqishëm me kompetenca të plota që mundet me shit, mundet me dhuru, mundet me fillu me punun ta dhe me tregtu me ta pa problem. Pastaj, shitësi, kur e kalon mallin prej dorës të vet tek dora e blerësit, blerësi pa e marrë çet formë përfundimtare, pranim dorëzimi i mallit, domethënë pa ndodh qabdi, nuk i lejohet me tregtu dhe me shit atë mall. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam në parim
ka ndaluar me shit diçka të cilën e blen pa e bë pranim dorëzimin ose pa u bë pronar i plot fuqishëm i mallit që e blen. Argumentet që flasin për këtë janë të shumta. Kemi edhe ajete, po më tepër kemi hadithe. Thot Allahu i lartësuar në surën Bakara: "Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda." Thot nëse jeni në udhtim edhe nuk gjeni dikon që i shkruan kontratën ose borxhin. Sepse para këtij ajeti Allahu flet ajetin e borxhit që është ajetu dein i surës Bakara. E thot nëse nuk gjeni dikon që e shkruan edhe dëshmitar, atëherë këtë e bëni përmes hipotekës të cilën e pronson ai i cili po e bën po e jep borxhin ose e bën shitjen. Por ai i cili jep borxh fetarisht i lejohet me kërku hipotekë dhe me marrë hipotekë diçka për atij që ja ka dhënë borxhin, në mënyrë që nëse nuk mundet me kthy borxhin, ai pastaj e merr këtë hipotekën edhe këtë garancën që e kalon te dhuruesi i borxhit në këtë rast, edhe pastaj e shet ose ja vendos një çmim edhe një vlerë që me e kompenzu borxhin e vet. Mirë, po këtu po na intereson neve fjala Allahu të lartësuar farihanu maqbuda, do të thonë hipotekë ose garancë e cila kopët. Do të thonë kalon automatikisht në pronësinë e atij që jep borxh, në mënyrë që përmes saj pastaj me pas garancion për borxhin e vet se do t'i kthehet, ose nëse si kthehet e kompenzon borxhin për asaj që e ka marrë hipotekë. Gjithashtu Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu thot i kam pa njerëzit në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam që shisnin ushqime. Kur thuhet ushqime, është për qëllim artikujt dhe produktet të cilat janë përdor për shujta ushqime, sepse ne kemi sot shumë artikuj ushqimor, kemi lloj-lloje të pemëve dhe perime, mirë, po ato nuk janë shujta. Ato mund të përdoren për konsumim, mirë, po nuk janë shujta. E këtu është për qëllim hurma, është për qëllim elbi, është për qëllim ushqimet të cilat i kanë përdorur si shujta edhe janë ushqime të sahabët shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam në kohën e tij. E thotë e kemi pa njerëzit kohët e pejgamberit alayhi salatu wasallam që e kanë shit ushqimin e tyre, domthon qoftë hurma, qoftë elb, pa e madh, domthon pa peshë, domthon kotrum, që i vjen ajo shpreha kotrum, domthon sapo e blen që të thes ose gjysmë thesi ose që të kofe ose që të gjysmë kofe me hurma. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wasallam ka urdhëruar që këta nëse nuk ndalen nga kjo formë e shitdeblerjes, edhe mu rroh me kamxhik, nga se i shisnin ushqimin para se me e bart tek vendi i tyre ku e kanë pas vendin e vet ose tezgën e vet ku e kanë shit. Domthonë e kanë blenë në vend, edhe për çati vendi ku e kanë blenë aty e kanë shit, e pejgamberi alayhi salatu wasalam i kanë ndaluar për kësaj forme për arsye se nëse e blen ushqimin ose nëse blen artikuj ushqimor të cilat përdoren për shujta të njerëzve dhe ushqim, atëherë duhet me marr prej vendit ku është blej, me vendos në depo të blerësin këtë rast, ose të vendi ku e ka në treg aty, në mënyrë që mu bë transferi dhe bartja. Gjithashtu, pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin tjetër që e transmeton gjithashtu Abdullah ibn Omeri, thotë kush shet ushqim. Në fakt kush blen në ushqim, artikuj ushqimor, të mos e shes ato para se me mot. Domthon motja konsiderohet kalim prej i pronësimit, prej shitësit tek blerësi. Domthon ai ka një grumbull të madh të ushqimit ose ka sasi të madhe të ushqimit. Edhe tashi kur shkon me blej ky, i thot mi doj 2 thaus për shembull, ose mi do 100 kg ose kështu, edhe pastaj e fillon mi do dhe me i peshu ose me i numru nëse ka nevojë me numru, edhe pastaj ngarkohen dhe largohen prej aty. E në çet formë thot pejgamberi alayhi sallam mos te i shes ato para se me i mot ato. Pastaj pejgamberi alayhi sallam në transmetim tjetër të Abdullah ibn Abbasit, i cili e tregon se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka ndalu me shit ushqimin para se me pronsu. Domthon para se me bë tonë. Para se me bë bortjen. Për arsye se artikujt ushqimor janë produkte të cilat barten, të lojshme. Do thon e merr, e ngarkon prej vendit ku e blen dhe e vendos në depon tonë ose në dyqanin ose në marketin ose në qendrën ku e shet. Pejgamberi alayhi sallam pas ka ndalu që me shit ushqimin të cilin e blejmë që të vend pa ja ndru vendin edhe me e bart në depot tona.
Ushqimin është për qëllim këtu. Pastaj Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhu thot, mendoj që edhe gjërat e tjera kështu sikurse ushqimi nuk lejohet me i shit të bomblersi pa ja ndru vendin edhe pa e bë transferin e tyre në pronësi të vet. Pastaj Hakim ibn Hizam, njëri prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasallam, vjen te dërguari Allahut dhe i thotë: "O dërguari Allahut, unë jam tregtar." Thon shes edhe blejnë forma të ndryshme. Apo më tregon cilat lejohen, cilat nuk lejohen që të mos hyjnë gjuna ose mos bëj haram me tregtin edhe shitblerjet e mia. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam: "O biri vllautim, kur të shetsh diçka, mos e shet përderisa e ke ble, mos e shet të njëjtën para se me e kap, domthon para se me u bë pronar i plot fuqishëm e atij ushqimi, domthon para se u bë pranim dorëzimi. E pranim dorëzimi i ushqimit e përmendëm se duhet me lujt prej vendit ku është tek vendi i blerësit, këtë rast për arsye se janë pasuri të lojshme. Domthon ose makina gjithashtu. Domthon nëse marrim shembull me makinë, edhe tregtari shkon e blen makinën në një sallën të makinave. Tash këtij, fetarisht nuk i lejohet me shit prej një sallën pa e bart me vendos të salloni vet ose në borrin e vet ose në depon e vet, kudo që jetë, po duhet me hiq prej aty, mirë që mu llogarit se është bë dhe transferi i mallit edhe është bë pranim dorëzimi dhe ka kalu prej pronës së shitësit në këtë rast te prona e blerësit. Mirë, prej këto pastaj na dolin 3 çështje me rëndësi që secila trajtohet në veti. E para është pranim dorëzimi i gjëra ushqimore, medikamente ushqimor, që janë bazike edhe etike për jetën e njeriut. Pastaj i kemi produkte tjera edhe artikuj tjera që nuk janë ushqim, edhe këtu gjithçka mund të hyjë. Madje edhe pasuritë e palojshme, edhe e treta janë pasuritë të cilat i përfitojmë pa kompenzim. Domthon nuk japëm diçka, nuk i blem, nuk harxojmë për to, ato janë trashëgiminja, janë dhuratat, është testamenti e kështu me radhë të cilën do të trajtojmë në vete. Sa i përket ushqimit, pothuajse të gjithë dietarët janë të mendimit se nuk lejohet me shit ushqimin për një njëjtin vend ku e blen. Domthon një njëjtin vend ose të njëjtin dyqan ose të njëjtin depo të ushqimit, po duhet me nxjerr prej aty edhe me kalu në depon tonë. Domthon kjo është kapti. Domthon nëse themi se çysh bëhet pranim dorëzimi i ushqimit, gjërave ushqimore, medikamenteve ushqimore, pranim dorëzimi i tyre bëhet ose kalon në pronësi të blerësit plotësisht nëse blerësi e merr, e ngarkon edhe e vendos në pronën e vet, depon e vet, dyqanin e vet ose në borën e vet, kudo që të jetë. Për këtë kemi argumente të shumta prej tyre është hadithi të cilin e transmeton Abdullah ibn Omeri, që pejgamberi alayhi salatu wasalam thot kush shet artikuj ushqimor, në fakt kush i blen ata, mos t'i shes pa i kalun pronën në vet. Domthon pa u bë pronar i plot fuqishëm i tyre me kompetenca të plota. E çysh bëhet pranim dorëzimi i artikujve ushqimor, e përmendëm që duhet mu bart edhe mu transferu prej vendit, prej depos, prej magazinës, prej vendit ku e shet shitsi, edhe me kalu në depot ose pronat e blerësit. Për këtë, disa dietarë kanë përmend që ka edhe konsenzus tek dietarët, pothuajse unanimisht të gjithë dietarët e kanë përmend këto se nuk lejohet shitja e gjërave ushqimore nga tregtari i cili e blen dikun tjetër pa ja ndru vendin. Domethënë me thon pak më shkurt edhe më qartë, pa ja ndru vendin, domethënë pa e kalu në vendin e vet dhe në pronën e vet. Pastaj e kemi pranim dorëzimin e gjërave të cilat nuk janë ushqimore. Ose artikujt e tjerë të cilat nuk janë ushqimor, këtu hin gjithçka. Këtu hin gjithçka, veshmbathja, materiali ndërtimor, pastaj pasuritë e palojshme, pastaj makinat, kafshët, e gjitha këto, të cilat blehen të gjalla, është për qëllim, e të cilat nuk janë artikuj ushqimor. Këtu e kemi një mospajtim të vogël të dietarëve se a duhet pranim dorëzimi i tyre të bëhet njëjtë sikurse gjërave ushqimore, apo mjafton vetëm përfundimi i kontratës
po e ta shes dhe po ta blej dhe dorëzimi i pagesës, a konsiderohet që ky pranim dorëzim apo jo. Këtu e kemi shumicën e dietarëve, të cilët e përmendin se edhe këtu duhet të ndodhë e njëjta. Edhe këtu duhet të ndodhë e njëjta. Nëse shesim makinën, duhet me marrë prej vendit ku e kemi ble, edhe me vendos në pronën e blerësit. Qoftë sallën, qoftë oborr, qoftë pronë e tij çdo që tjetë, po kryesore duhet mu bartë. Kështu e thojnë shumica e dietarëve. Domethënë është bëhet fjalë për pasuritë e lojshme. Domethënë që mundën mu bartë edhe mu transferu. Ndërsa pasuritë e palojshme, domethënë tokat e ndryshme, shtëpitë, banesat e kështu me radhë, edhe pranim dorëzimi i tyre, gjithashtu është diskutabil mes dietarëve, mirë, po do ta përmendim si çështje në vete. Ndërsa e kemi mendimin e Imam Malikut, i cili thotë përveç ushqimit, i cili kushtëzohet që me bart prej vendit ku e kemi ble për me shit, gjërave tjera nuk kushtëzohet. Kështu që sipas tij mundemi makinën të cilën e kemi bë pazar dhe kemi ble në sallonin salonin, mundemi me shit prej njëjtit sallon akoma pa e bart, pa e vendos në pronën tonë, mirë, po mendimi më i saktë, edhe mendimi më i argumentuar është mendimi i shumicës. Sepse në mënyrë të përgjithshme, pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe pse është përmend ushqimi, mirë, po i kemi disa transmetime tjera që është përmend çdo produkt që blehet, nuk bën më ushqit në vendin ku e kemi ble pa e botonin edhe pa e vendos në pronësimin tonë. Kjo është sa i përket pronësimit ose pranim dorëzimit të malrave të cilat bëhen me kompenzim. Do thonë me blerje dhe shitje, sepse thamë në më herët që i kemi edhe disa lloje të pasurive të cilat i përvetësojmë, i arrijmë pa kompenzim. Ashtu na vijnë pa lodhje, pa pagesë, pa kompenzim, mirë, po këtu janë me kompenzim. Pasuritë të cilat me shitblerje ose me ndrim pasuri e kështu me radhë, dhe e kuptuam që pranim dorëzimi i tyre patjetër se duhet të bëhet me kalimin e kompetencave të plota nga shitsi tek blerësi. Blerësi, nëse është mall që bartët, atëherë duhet me bartë në pronën e vet, në depotë e veta në vendin e vet. Ndërsa nëse nuk është mall që bartët, atëherë çysh bëhet pranim dorëzimi? Pranim dorëzimi e kanë përmend dietarët se bëhet me dorëzim me dhënien e mundësisë që ai person me shfrytzu atë pasuri të palojshme. Për shembull, i thu që ko është toka, urdhna, fillo me punu. Që ko është shtëpia, ja qelsat. Që ko është banesa, urdhna qelsat. Edhe prej tash është e jutja, kam largu gjithçka që është, ka qenë e jemje për atyjet, edhe urdhna edhe hynto. Kjo do më thonë është dorëzimi i qelsave dhe mundësia që blerësin këtë rast me shfrytzu pa pengesa edhe pa probleme pronën e palojshme ose pasurinë e palojshme, kjo konsiderohet pranim dorëzim dhe kalim i plot fuqishëm me kompetenca të plota nga pronësimi i shitësit tek blerësi. Mirë, pjesën tjetër që ka të bëjmë me pasuritë të cilat i përfitojmë pa kompenzim, do të shohemi me pjesën e dytë të emisionit pas një shkëputje të shkurtër. Jemi kthyer me pjesën e dytë të emisionit për të vazhduar rreth pronësimit ose pranim dorëzimit të mallit të shitur pasi që kontrata e shitblerjes ta marrë formën e saj përfundimtare. Dhe e përmendëm që nuk lejohet shitja e mallit që e kemi blerë pa e bë pronën tonë edhe pa e bartë në pronësimin tonë dhe secila pasuri e ka formën e bartjes. Kjo bartje quhet qabd në gjuhën e shariatit, po secila pasuri e ka formën e bartjes dhe kështu e kanë përmend edhe dietarët se çysh konsiderohet që një pasuri e kemi bartë nga prona dhe nga e drejta e shitësit tek e blerësit, kjo i kthehet zakoneve në advent ku bëhet shitblerja se kur e llogarisin kalim në pronësimin e tjetër kujt. Kështu e kanë përmend edhe dietarët e hershëm, sikurse Imam Nevaviu, pastaj Ibn Taymija dhe shumë të tjerë e kanë përmend që se kur konsiderohet qabd,
kur konsiderohet pronësim me drejtat të plota të mallit që e kemi bler, kjo i kthehet zakoneve edhe adeteve të atij vendi ku është bërë shitblerja. Si rrjedhoi e kësaj, del që secila pasuri e ka formën e pranim dorëzimit ose të kaptit. Për shembull, gjërat që bartën, i bartën prej vendi ku kemi ble tek vendi jon. Pastaj i kemi gjithashtu pronësimin e valutave. Pronësimi i valutave duhet patjetër të bëhet dorë a dorës, domethënë e dorëzojmë një valutë dhe marrim një tjetërën, edhe në këtë rast konsiderohet kalem e pronësisë së plot tek blerësi. Ndërsa pasuritë e palojshme, ashtu siç edhe e përmendëm, është me dorëzimin e qelsave ose lirimin e pronës. Lirimin e pronës që kemi bler, për shembull, banesa është e mobiluar e liron. Ose banesa është ndërtim e sipër dhe mbaron përfundon domethënë punimin të, ja dorëzon qelsat dhe mundet me shfrytzu. Ky është pranim dorëzim i mallit dhe ky është kapt për pasuritë e palojshme. Pastaj i kemi disa forma të pranim dorëzimit, të cilat janë bashkëkohore. Për shembull, pagesat në një shtet tjetër ose dërgesat nga shteti tjetër. Kur konsiderohet që një pasuri po kalon nga prona dhe nga përgjegjësia e blerësit tek shitsi, kjo thamë më herët që i kthehet zakoneve dhe asoj me çfarë punojnë tregtarët në atë vend. Për shembull, tek shitblerjet bashkëkohore që janë tash, ose me shumicë, ose që bëhen në shtetin tjetër, ose pranimin e bën personi i cili e blen to vet, e bën pranim dorëzimin, ose mundet me e bën përfaqësuesi i tij, ai i cili e përfaqëson qoftë ligjërisht, qoftë autorizon për një shitblerje caktuar ose për një kohë caktuar që me e bë pranim dorëzimin e mallit që e blen ai. Gjithashtu mundet me e bë edhe ndonjë formë tjetër, sikurse bankat ose institucionet të cilat janë makrofinanciar, të cilët e mbulojnë tregtarin. Edhe në momentin kur i dorëzon dokumentacionin e kërkuar në bank, edhe banka pastaj e dorëzon tek shitsi dhe shitsi i jep leje se malli, domethënë pagesa është në rregull dhe malli mund me kalu, atëherë pranimin e mallit në këtë rast e bën banka ose institucioni i cili e mbulon tregtarin në këtë rast. Gjithashtu, edhe dorëzimin e mallit ngjashëm mundet me bë personi i cili është pronar, mundet me bë personi që është autorizuar për ti, ose qoftë juridikisht, qoftë që autorizim përkohshëm ose për shitblerje caktuar, kjo pastaj janë forma të autorizimit. Pastaj, pas gjitha këtyre, e kemi pranim dorëzimin e pasurive të cilat bëhen pa kompenzim. Këtu janë trima kryesore. E para është borxhi, pastaj janë dhuratat, e kemi edhe trashëgimin ose bashkë me ta është edhe vasijeti ose testamenti. Fillimisht borxhin. I kërkon dikujt borxh, ose dikush të premton borxh, ose thotë po t'jap borxh. Mirë, kur konsiderohet që borxhi ka kaluar në dorë tonë? Kur konsiderohet që e kemi kap borxhin? Pothuajse të gjithë dietarët ose shumica e tyre dorëmuese thonë që nuk llogaritet se e kemi kap një borxh, edhe është bëj joni pasi që të kemi fut në dorën tonë. Për shembull, dikush na ka premtuar një borxh të caktuar, edhe ala nuk e kemi bë pranimin. Se kemi domthon, parat e tij nuk i kemi në xhep, akoma nuk kemi pronar të plot fuqishëm të borxhit. Mirë, në këtë rast nuk lejohet me lëviz me këtë borxh, me shit, me blej ose me i dhon dikujt borxh, përderisa nuk e kemi bë pranimin e borxhit plotësisht, për arsye se nuk po lejoj ka me shit diçka e cila nuk është akoma
prunë e june, edhe akoma nuk ka kalu në gjepin tonë, edhe nuk ka kalu në dorën tonë borxhi të cilin ne ka premtu filan personi që e presim ne dhon. Pastaj e kemi çështjen tjetër, dhuratët. Mirë, fillimisht kur konsiderohet që një dhuratë është bojunja? Dikush ne ka premtu, ose dikush ka vendos, e ka nda një dhuratë për më dhon. Kur konsiderohemi ne pronar të kësaj dhurate, ose të kësaj pasurie e cila po na dhurohet? Thojnë dietarët, përderi një pjesë e madhe e tyre, për mos me hinë detaje, përderisa atij cili jep dhuratë dikujt, lejohet mu tërheq prej dhuratës vet, edhe lejohet me kthy dhuratën përderisa nuk e ka lëshuar në dorë ti, edhe nuk e ka lënë në pronësi tine, do nuk e ka bë kaptin, pranë dorëzimin e dhuratës, atëherë edhe ky person që pret me e marrë dhuratën nuk konsiderohet pronar i kësaj pasurie, që po jepet dhuratë pa e bët vetëm. Pa u bo pranim dorëzimi edhe pa e kalun pronën e vetë. Nëse është pasuri që bartët, me bartë me vendos të prona e vetë, ose të depot e veta. Nëse është pasuri që nuk bartët, atëherë mu ju dorëzu ose qelsat, ose mu ju mundësu që me vepru edhe me shfrytzu atë pasuri që i pjetë. Mirë, përderisa është kështu, atëherë nuk lejohet që me ble, ose me ble me pasurin që pritet më na ardh dhurat, edhe se kemi, ose na është nda për dhurat, po nuk e kemi kap akoma, nuk e kemi botonën akoma, nuk lejohet me ble, as nuk lejohet me shit atë, as nuk lejohet me vepru me te, përderisa nuk e kemi tunën. Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam ka ndalu me shit diçka që nuk e kemi tunën. Kjo është e junja. Të më thonë, ai mundet mu tërhek, dhurusin këtë rast, mundet mu tërhek edhe pse na i ka premtu. Mirë, po mundet mu tërhek përderisa nuk ka kalu në dorë tonë, përderisa nuk ka kalu në pronësinë tonë, ose përderisa nuk ka kalu në emër tonë, varësisht se qysh e konsiderojmë që bëhet pronë e junja. Pastaj e kemi çështjen tjetër që ka të bëjë me trashëgimin. Edhe testamentin. Trashëgimi edhe testamenti janë të ngjashme. Sepse testamenti zakonisht është pas vdekjes, po trashëgimia pas vdekjes. Në këtë rast, edhe dhuratat që i përmendëm më herët, edhe borxhi, edhe testamenti nga dikush, po edhe trashëgimia janë pasuri të cilat na vijnë neve pa ndonjë kompenzim, pa u lodh, pa pagesë. Kështu domethënë, Allahu ka bërë që pasuritë të cilat i përfiton njeriu në këtë botë, disa janë me kompenzim, që duhet mu lodh, edhe duhet me pagu për to, ndërsa disa tjera vinë pa pagesë. E prej këtyre është edhe trashëgimia të cilën Allahu i lartësuar e ka bërë ligj, madje edhe e ka nda vetë Allahu i lartësuar trashëgimin, por kjo është çështja e vetë. Mirë, kur konsiderohet një person që është pronar i pjesës së tij nga ai që e trashëgon? Në këtë rast, djali kur konsiderohet pronar i pasurisë që pritet me trashëgu prej babës, ose burri prej gruas, ose gruaja prej burrit, thjesht domon trashëgimtari i cili pret me trashëgu dikan, kur konsiderohet trashëgimtar i plot fuqishëm me drejta të plota, nuk konsiderohet pronar me drejta të plota vetëm se pas vdekjes. Domon ky është rregulli i përgjithshëm. Sepse sicili njeri, sicili person është pronar i pasurisë së vet përderisa është gjallë. Edhe ai vepron me to, ai shet, ai blen, e dhuron, e harxhon, e shpenzon, bën çka do me to për arsye se është pasuria e tij. Ndërsa në momentin kur vdes, nuk është pronar i pasurisë. Momentin kur vdes është pa pasuri, sepse në botën tjetër ka lënë pa pasuri. E pasuria që e ka fitu deri sa ka qenë gjallë, deri në momentin e vdekjes, atëherë i ka lënë trashëgimtarë. Në këtë moment trashëgimtarët konsiderohen që e kanë pronësu edhe e kanë bë pranim dorëzimin e pasurisë së trashëguar. Para këtij momenti nuk konsiderohen. Pos në një rast, nëse pronari i pasurisë u andon trashëgimtarëve pasurinë vetaj, edhe pse kjo nuk preferohet fort, mirë po nëse don me bë dikush këto lejohet. Do thonë baba, ta zëm shembull, baba plakët, edhe ose është në smundje të rëndë, smundjen e vdekjes, don që me nda pasurinë vet, që pastaj trashëgimtarët mos me bë probleme mes vete, e ndon pasurinë, mirë po e ndon gjithashtu sipas rregullave të shariatit, që e ka nda Allahu i lartësuar. Në këtë rast, nëse o ndon edhe jep secillit hisën e vet,
Atër në këtë rast, edhe pse gjallë është pronari i pasurisë, domthonë baba është këtë rast gjallë, këta konsiderohet që janë pronar të pasurisë që e kanë trashëguar prej babës. Edhe pse para kohë, mirë po këto ja ka mundsu pronari. E atëherë, përderisa është kështu, që trashëgimtari nuk llogaritet pronar i pasurisë të trashëguar vetëm pasi që të vdes pronari i pasurisë edhe ta marrë trashëgimtarët, atëherë a lejohet me shit pasurinë të cilën pret me trashëgu, edhe a lejohet me ble me to. Për shembull, baba është pronar i disa banesave, ose i disa shtëpive. Tash, aje di që spaku njona për tyre pa tjetër se kamera. A lejohet kë me shit? Edhe llogarit që pastaj kur të ma jep mu baba, ose kur ta trashëgoj për i babës, ja jap blerësit këtë rast, kjo nuk lejohet për arsye se si e pronar. Që shet diçka që nuk je pronar i saj. Përderisa është kështu, atëherë nuk po lejeka me shit trashëgimin, pasurinë që e trashëgojmë, edhe nuk lejohet me ble me to, përderisa nuk jemi bë pronar të plot fuqishëm të kësaj pasurie. Kur bëhemi? Në momentin kur vdes. Momentin kur vdes pronari i pasurisë dhe i kryen obligimet, i kryen borxhet që i ka ndaj njerëzve, i kryen borxhet që i ka ndaj Allahut të lartësuar. Dhe pastaj ajo që mbetet, ajo është e trashëgimtare dhe në këtë moment këta llogaritën pronar të pasurisë dhe lejohet pastaj me shit edhe lejohet me ble me to. Ngjashëm me to është edhe testamenti. Në testamenti, kur dikush ati që s'është trashëgimtar i tij, i lën testament që pas vdekjes një pjesë të pasurisë le ta merraj. Edhe pse i ka premtu, edhe po e lën testament. Mirë po, a i lejohet mu tërheq për i testamentit këtij. Edhe pse kjo çështja e testamentit është çështje në vetë me selën vetë, mirë po i lejohet përderisa nuk e ka dorëzuar. Përderisa nuk ka kaluar dorëtina, nuk ka hyrë dorë të atij që është lënë testamenti, i lejohet mu tërheq. E mirë, tash përderisa lejohet mu tërheq për një pasurisë. Qysh po i lejohet atij që e pret me marr këtë pasuri me shit ose me blej me to, përderisa ka mundësi që mos me qenë pasuria e tij. Pra nuk qenë ka pronar i pasurisë që pritet me e marrë përmes testamentit vetëm pasi që të realizohet testamenti. Ose ja dorëzon në moment, ose vdes personi që ka lënë testament dhe e merr testamentin. Mirë. Pas kësaj, atëherë i lejohet me shit pasurinë që e ka përmes testamentit, edhe i lejohet me blej me ta. Këto janë tek shumica e dietarëve. Mon tek xhumhuri që njihet në terminologjinë e shariatit, domthonë shumica e dietarëve, fukahave islam të vjetër, po edhe të ri, e potencojnë këtë që në këtë formë domthonë nuk lejohet shitja edhe blerja shitja një pasuri edhe blerja me atë pasuri pa qenë pronar i plotfuqishëm me kompetenca të plota. Gjithashtu një çështje për fund është se në fillim e tham që pranim dorëzimi ose pronësimi i çdo malli varion me formën, me llojin e mallit, fillimisht që blehet, po edhe me zakonet që janë në atë vend me të cilat punojnë. Për ata, nëse llogaritet që përderisa pronari i mallit e kemi bë më thonë një porosi për më na ardh malli, edhe malli është ngarku, letrat janë përfundu, pagesa është bë. Edhe nëse është zakoni që në momentin kur e dorëzon ngarkesën, domthonë mallin e ngarkuar në këtë rast, e dorëzon tek personi i cili ka më na i sjell neve si tregtar, nëse llogaritet kjo pranim dorëzim, atëherë prej këtij momenti ky është pranim dorëzimi dhe ky është malli i personit që po e blen me kompetenca të plota dhe mundet me shit edhe pse e ka rrugës. Mallin mundet me shit edhe mundet me blej me ta pa problem, vetëm se nëse i ndodh diçka pastaj i bart pasojat. Gjithashtu e kemi edhe një formë tjetër të pranim dorëzimit, i cili konsiderohet qabd hukmi i them, i cili nuk është pranim dorëzim fizik, mirë po është i ngjashëm me atë fizik. Për shembull, pagesa përmes kartelave, përmes llogarive bankare. Tash nëse bëjmë pagesë, tash ato që po e paguajone,
Pagesa në këtë rast i shkon në konto personit që po i dërgohet. Mirë, a edhe pse nuk është bë pranim dorëzimi në dorë, nuk e kalon dorëtina, mirë po konsiderohet që është bë pranim dorëzim për arsye se kur do mundet më u kthy në gjirollogharinë e vet edhe me tërhjekat shumë që e ka dorëzuar në këtë rast blerësi. Njashtu edhe vendet e posaçme të cilat janë të blerësit. Qoftë depot në vendin e vet, qoftë dikon depot, ose përfaqësitë që i ka dikon jashtë shtetit. Momentin kur malli kalon në depot e tij ose në vendet ku e përfaqësojnë biznesin e tij, atëherë konsiderohet që u bë pranim dorëzimi i mallit dhe mundet me fillu me shit. Sepse qëllimi i krejt kësaj është që mos me shit diçka pa e bë mall tonin, pa u bë pronar i plot fuqishëm me kompetenca të plota të mallit. Sepse mundën me na ndodh probleme, mundën me na ndodh tallashe, mundën me ndodh mos pajtimi mes shitësit dhe blerësit, mundet njëri tjetrit me hangër pasurinë e tjetrit pa hak, mu bë zullëmçar në këtë rast, edhe me bë haram shit blerën, e për mos me na ndodh këto, atëherë shariati i ka kushtuar kujdes kësaj çështje që quhet qabd. Domethënë pas aktit të shitblerjes ose kontratës së formës përfundimtare, duhet patjetër më u bë pranim dorëzimi, domethënë me shtin dorë. Blerësi me shtin dorë mallin e vet. E çush e shtin dorë? E përmendum më herët, varësisht prej llojit të pasurisë. Pasi që e shtin dorë vet, edhe ka lënë në përgjegjësinë e tij, atëherë mundet me shit atë mall sepse është i tina. Para se me u bë pronor, para se me shtin dorë vet, atëherë çush e shet mallin? Qysh e shet mallin e huaj, qysh e shet mallin të cilin nuk e ka akoma të vetin edhe nuk është pronor me kompetenca të plota të i këtij malli. Këto ishin për çështjet sa i përket qabdit ose futjes në dorë të mallit të cilit e kemi ble, ose kur kalon në përgjegjësi tonën dhe kur jemi me kompetenca të plota pronar të atij malli që mundemi pastaj me shit edhe me ble me ta pa problem.